Mirëmbrëma të gjithëve. Teksa kemi 2 minuta kohë, doja ta diskutoja me ju. Ju çfarë mendimi keni për këtë koncertin e Kanye West në Shqipëri? Meqense tani po diskutohet pikërisht për këtë argument, doja ta ndaj me ju me shpresë që diskutimet tona të mund të shpërndahen, që të mund të dëgjohet, ndoshta edhe zëri ynë. Doja ta diskutoja sepse sidoqoftë këto të ardhurë financiare janë shtetërore, ose më mirë janë të popullit, publike, dhe nuk besoj që këto janë të ardhurë financiare të investuara nga sponsor. Megjithatë doja t'ju pyesja juve sepse sinqerisht këtë nuk e di. Unë di vetëm kaq. Pra në sa afërmi do bëhet koncerti i Kanye West dhe janë ngritur në protest, pra gjatë protestës, edhe zëra që nuk duan një koncert të tillë. Ç'është e vërteta, në një koncert të tillë Shqipëria duhet që të merrte pjesë për sa i përket mendimit tim. Por nga ana tjetër, unë mendova që këto të ardhurë financiare që janë shumë, janë 4 milion mos gaboj, nuk e di, janë 4 apo jo, apo mos ndoshta më shumë. Sepse thuhet që për të ndërtuar me fjalë gjithë koncerti së bashku me këtë stadiumi, si mund të quhet stadium lëvizjes, sepse me sa lexova, stadiumi do të ndërtohet dhe pastaj do të prishet edhe një herë për ta hequr, pra atë mbulesën, si mund të quhet, ose atë formën, sepse secili ka një projekt të tij, dhe në këtë rast edhe Kanye West ka një projekt spektakolar të koncertit të tij, që është ajo forma e një toke, ose më mirë gjysmë toke, ku në brendësi ai bën këtë show. Dhe ju, çfarë mendimi keni? Pra, pikë së pari, të kujt janë këto, e para një, sa milion janë? Janë vërtet 4 milion, pra që investohen? Çfarë i sjell Shqipërisë nëse bëhet një koncert i tillë? Pra çfarë do t'i sjell? Sepse unë me sa u informova nga njëra anë, ka dhe një tjetër problem. Koncerti i Westit është dhe një problem tjetër. Në disa shtete të Evropës është anulluar. Është anulluar dhe ne dim se përse, sepse ai ishte kundër luftës. Tani, nëse ai ishte kundër luftës, kjo s'do të thotë që ai nuk duhet bëj koncerte. E megjithatë, disa nga koncertet e tij janë anulluar. Di që 2-3 koncerte në Itali janë anulluar dhe në disa vende të tjera, madje edhe në Francë, më duket. Por doja ta diskutoja sepse një diskutim, siç ju thash dhe më përpara, rrit nivelin e secilit, dhe njëkohësisht ndoshta e dëgjon edhe pjesa tjetër e njerëzve që nuk marrin pjesë në këtë kanal. Tani, pse është e rëndësishme që ta diskutojmë? Pikë së pari, duke qenë këto të ardhurë financiare publike, unë them që është detyrë e secilit. Është detyrë sepse ka të bëjë me secilin. Pra, arkiva ose banka e shtetit nuk është personale, nuk është qeveritare, por është e popullit. Dhe secili ka të drejtë që të jap mendimin e tij. Së dyti, çfarë i jep Shqipërisë një koncert i tillë? Pra, nëse do bëhet një koncert, okay, erdhën mira njerëz, sepse me sa e zbulova, do të vinë, do t'ja u them këtë. Ç'është e vërteta, në koncertin e Kanye West, meqense nuk do të realizohet në disa vende të tjera, me sa u informova, do vinë tashmë edhe nga vende të tjera fqinj, si për shembull nga Italia, apo Greqia, nga Zvicra, të paktën kështu thuhet, dhe normal që gjatë koncertit do të ketë një, si mund të quhet, një pjesëmarrje të madhe. Por pas koncertit, çfarë mund të sjell? Nëse ne harxojmë 4 milion euro për një koncert të Kanye Westit, më vonë, sa mund të bëj ky? Është vetëm për jehonën që u bë dhe në Shqipëri, apo do të ketë të ardhurë financiare që do të rriten, ndoshta nga sponsorat, ose ndoshta nga publiciteti që do bëhet drejt Shqipërisë? Si thoni ju? Sepse ç'është e vërteta, unë isha para pak ditësh në Shqipëri dhe vura re diçka. Një muaj e ca që janë këto protestat, kanë bërë që në Shqipëri këtë vit nuk ka turizm. Nëse keni vënë, turizmi është shumë i ulët në krahasim me vitet e tjera.
Të paktën në Vlorë unë pash jo më shumë se 10% të viteve të kaluara. Të paktën këtë që pash unë. Ndoshta gaboj, ndaj doja ta diskutoj me ju. Sepse unë nuk i di shifrat, ndoshta dikush për ju i njeh shifrat, doja që ta diskutonim se çfarë mund të sjell një situatë për mirë apo për keq. Në këtë rast, për shembull, protesta. Protesta është zëri populli dhe shumë prej atyre që bëjnë protesta kanë të drejtë. Nga ana tjetër, ja si bien ndesh me një fjalë këto probleme. Dhe nuk është vetëm në turizëm, por është edhe në fusha të tjera, sepse edhe investitor kam lexuar, nuk duan të marrin më pjesë në disa investime në Shqipëri, të paktën këtë muaj po flas. Si më parë, sepse për shembull është një Investments in Albania, kam parë, është një website që ka disa investitor dhe disa prej tyre i ka bërë dhe publik, dhe me sa lexova kanë vështirësi tashmë të huajt që të besojnë në investime në Shqipëri. Dhe shiko, nga ana tjetër, të themi të vërtetën, si mund të quhet, çdo zhvillim ka nevojë për një revolucion. Sepse zhvillimi, nëse për mirë apo për keq qoftaj, por në këtë rast është për mirë për Shqipërinë, një zhvillim, në këtë rast në një fjalë, nëse do të ketë zhvillim të madh, deri tani ka ardhur një zhvillim i madh në Shqipëri, por tani meqense do të shtohet zhvillimi në Shqipëri, qoftë turistik, qoftë ekonomik apo dhe familjar apo edhe shtetëror, ka nevojë pikërisht edhe për një protestë të tillë, për të treguar jo vetëm forcën, jo vetëm këmbguljen, por edhe për zhvillimin që do bëjë Shqipëria. Dhe unë jam i bindur për këtë që në një të ardhme shumë të shpejt do të përqendrohet, si mund të quhet, forca pikërisht në këto investime. Por sot për sot ka pikpyetje, pra ka probleme. Dhe doja edhe njëherë t'ju pyesja juve, ju çfarë mendimi keni? Çfarë mendimi keni për gjithë këtë? Sepse, siç e kam thënë herë të tjera, është pikë me dy presa. Populli ka të drejtë, nga ana tjetër kanë të drejtë edhe këta që merren me turizmin, hotele e tjerë, që këtë vit ka probleme me turistët. Por nga ana tjetër ka të drejtë ndoshta edhe shteti që kërkon që të tërheqë investitor, që të jap punë njerëzve, njëkohësisht jap edhe zhvillim, sepse taksat dhe tarët financiare që do fitojnë ato kompani që edhe pse janë të huaja, do jenë në Shqipëri dhe diçka do të ndihmojnë, ndosë secili ka për vete, sepse njëri që bën para nuk i bën parat për t'i lënë në Shqipëri, do t'i bën parat për t'i çuar në vendin e tij ose në për banka të tjera evropiane apo botërore. Por sidoqoftë një pjesë prej këtyre parave do të mbeten në Shqipëri. Pra, ka të mira dhe të këqija brenda këtyre diskutimeve, ndaj doja të flisja me ju, sepse në këtë rast, për shembull, ky koncerti i Kanye West, ndosë duket i dyshim, edhe ky është me një thik me dy presa. Dhe ju si e komentoni? Çfarë mendoni ju? Unë me këto dallgët e detit këtu përballë meje që duket vërtet një vend i bukur dhe një qetësi, doja t'ja u tregoj edhe juve. Ja dhe një zonjë këtu që po bën video. Si gjithmonë këtu në Rio Maggiore, këto ditë, megjithatë, unë teksa pres komentet tuaja, ju përqafoj dhe ju uroj një mbrëmje të këndshme. Shpresoj që të jetë vërtet një mbrëmje këndshme. Doja t'i pyesja, a do t'i bëni pushimet, a keni bërë pushime apo jo? Dhe në qoftë se do t'i bëni pushimet, ku do t'i bëni? Gjithsekush e ndërtoj familjen për shembull unë në një vend të huaj, dhe kështu që aty ku kemi punën jemi të detyruar, por ndonse edhe në Shqipëri 5 ditë i bëra.
Hajde, ju uroj një mbrëmje të këndshme.